Tubacionet e ujësjellësit janë shtruar prej 15 vitesh, por deri më sot nuk janë vënë në funksion nga ndërmarrja e ujësjellësit kanalizimeve Shkodër. Shqetësimi ngrihet nga banorët e bllokut të urbanimit prej qindra familjeve pranë rrugës së Kishës së fshatit Hotiri, një zonë që nisi të banohej që në vitin 1992. Banorët vazhdojnë të sigurojnë ujin përmes shpimeve, por pa asnjë garanci për cilësinë dhe sigurinë e tij nga ndotja. Në shumë raste ata janë detyruar të udhtojnë disa kilometra drejt zonave të tjera për të furnizuar me ujë apo dhe për ta bler atë. Ndërkohë ujësjellësi ne kujton vetëm në kohën kur u shtrua të cilët dhe sa mbeten jashtë funksionit. Janë kanë bërë kanalizimet posetat, por për sa di unë ujë nuk ka. Vetëm që bëjmë me pusë edhe këta i papishëm. Ne për shok, me fjallë kush ka në i pusë, në i gjanë, në pusa, ma shumë në pusa. Edhe blejnë, kush ka mundësi, se s'ka mundësi, s'kan mundësi me ble. Ujë, dikush jetën me njëm ekonomike, dikush pa punë, këtu shihet si ashtë rruga. Këtu edhe mos më rashi, këtu është rruga pa kalueshme. Ja, ta 30 vjet s'kena pas asnjëherë ujë. Këtu vetëm kena bërë çka kena pas mundësi ty shku te shi, ty shku te tjetër, dikush besa ban edhe me makina, kush ka mundësi. Ujë të pishëm këtu s'ka asnjëherë. Tubat janë zonë tash 15 ditë, e më shumë. Pramtime ka, po kur gjote i tash s'ka dalë në dritë. Ujë e pishëm e blejmë, këna të pusave nuk pihet. Ta shëtë notën ata shumë, prej kanalit Vadit, se prej grupeve të bojave, ka shumë negative. Janë pusetat për çdo kryqëzim. Edhe rrugën si peshin një vetë për faqet zezë. Na blejmë ujë të pishim e morëm ujë ku del prekale, ku tashtu se këta nuk pijet. Ku të mundën e morëm. Po janë mu tubat ka më shumë se 15 vjetë e shkojnë deri në shtoj, ujë kur s'ka hinda. Kanë pa thonë për e marrën ujë të një që ka ujë të postrip, se këtu s'ka ardhë ujë, as pak. Tubat janë një të tash, do t'jenë në ryshka, do t'jenë prisha dhe tubat, se kush i ka hap kur, atë vesh pusetat janë një sajt rrugë. Problema më i sinhere, kanë thonë për bjemi sinhere, kur kush në ka hapë. Rastet të tilla ku linja ujësjellësit janë shtruar prej vitesh dhe ende nuk janë vënë në punë, nuk janë të paktën në zonën e Shkodrës si në qytet, ashtu edhe në fshatra. Investimet në ujësjellës janë të rëndësishëm pasi lidhen me shërbimin bazik për komunitetin, siç është dhe sigurimi i ujit të pishëm. Për këtë arsye, vënia e tyre në funksion sa më parë është prioritet absolut. Megjithatë, në ujësjellës kanalizimeve Shkodrës situata paraqitet ndryshe. Prej shumë vitesh tubacionet janë shtruar, por vijojnë të hinj jashtë funksionit, ndërkohë që banorët vuajnë mungesën e ujit të pishëm pavarësisht investimeve të bëra.